Po të shke, më që shesh të shke. Po sepse sa bëra këtë veprime, për shkur të marrë tapën. Po leri piruetat për vëndit. Dëgjoj, pirueta. Ha, do të bësh një të piruet, ma e vdorë. Po me pa tjetër. Jo, po nga ana tjetër, pra kështu. Po dalë përse jemi. Që në ke mirë, nuk merën mëndë, më thë. Jo, nuk më merën mëndë, do të thot që ka mëndë. Dënë portokale mojtë, ngrije kokën e lartë mojtë. Nuk e kuptoj këtë këngën. Se na zuri mali, vinte gusha jote moj. Po se ka dhe gjitha arën portokalli. Jo, ishte pjesa me limonin. Mirë, atë se kuptoj. kanë që kështu të shartuara, limon e portokall bashkë. Që libri i parë i Moza Ahmetit. Libri i parë i Moza Ahmetit, diku unë do të kemi qënë në diku të 16 vjeç. Edhe shkruante një poezi. Le të jetë si të jetë, puna me këngë i kërë më shpejt. Në këtë mosha ajo ka fituar dhe çmimin e parë në Itali për poezi. Kështu që me librin e parë ishte një goditje për poezinë e bukur, edhe që shpreh diçka fantastike. Dhe ti, të them të drejtën, mund ta thuash që e ke si frymëzim poezinë. Të them të drejtën, poezitë më të bukura janë shkruar në atë kohë.